Kështu të dhënat që kanë ardhur nga Franca, i ka bërë Dumani. Tani si kanë ardhur të dhëna? Është hakeruar Sky, është ndërhyrë në Sky nga autoritetet franceze. Ata kanë marrë një sasi të madhe të dhënash, jo të gjithë që ka pas Sky, po kanë një sasi jashtëzakonisht të madhe. Këto të dhëna i kanë përdorur për kanë bashkëpunuar në vende të tjera me Hollandën, me Belgjikën. Shqipërisë ato i kanë ardhur nëpërmjet Europolit dhe Eurojustit, ne na ka ardhur e gjithë materiali që është kapur. Ndërkohë, prokurorët e SPAK-ut apo oficerët e policisë gjyqësore të SPAK-ut shikojnë ato të dhëna dhe në bazë të personave që kanë ndaluar këtu ose hetimeve që kanë nëpërduar, mundohen të identifikojnë pinët dhe kodet e këtyre se ato kanë një kod, një pin, po s'dihet se kush e ka atë. Ose një pajisje mund ta kenë përdorur 2-3 veta. Pra, në rastin pashëm para kësaj, ne na doli që pajisjen që përdorte Nureddin Dumani u dha një oficer të lartë policie dhe ai se dinte që këtë e ka pasur dikush tjetër. Pra aparati në fund Sky çfarë ishte? Sky ishte një telefon iPhone, instaloi programi, nuk ishte kartë, pra nuk ishte i gjurmueshëm. Dhe ishte më i sigurt në atë kohë dhe nuk është një sepse në Shqipëri ka ndodhur kjo gjë tjetër, nga që ne nuk e kemi asnjë urinë se çka ka ndodhur në Rrëmben kjo to gjyqe popullore që bëjmë. Ska ishin një platformë që e kanë përdorur biznesmenët, e kanë përdorur politikanët. Në Europë, kjo është problemi. Po tani kjo po thuhet, pra nëse politikanët kanë folur